Ky univers është i përbërë nga drita dhe errësira. Këto forca të lashta rrjedhin në përgjithë materien dhe energjinë në sistemin tonë diellor, si dhe më gjerë. Nuk e kemi ditur gjithmonë për këto gjëra. Dhe kur udhëtari arrin tek sistemi ynë diellor, e quajtën ashtu si dhe shumë gjëra të tjera, anije, planet apo Zot. Prania e tij provokoi dhe nxiti ndryshim të madh, duke krijuar disa planet dhe hënë. Jetëgjatësia u zgjat 3 herë. Lan quam anije koloniale që të popullojnë botë larg nga jona, dhe kjo ka qenë koha jone e artë. Dhe si çdo kohë e artë, edhe kjo që e destinuar të shkatërrohej. Para 65 milion vjetëve, në këtë planet erdhën raca të ndryshme, që për qëllim kishin kolonizimin e planetit të tretë të sistemit diellor. Këto 7 lloje racash, paraardhës të racës njerëzore, gjetën në planet disa raca primitive, mbi të cilat filluan të realizonin eksperimente gjenetike. Me kalimin e shekujve, gjithçka do të ndryshonte deri në momentin kur në planet u shfaq Homo sapiens i parë. Të gjitha këto informacione gjenden tek manuali Planeti Blu. Sot do të flasim për disa raca të tjera jashtëtoksore, përveç 160 racave që kemi përmendur. Në përgjithësi, kur bëhet fjalë për raca jashtëtoksore, pothuajse gjithmonë kemi parasysh që janë humanoid dhe shpesh me të drejtë kritikën ngren pyetje. Nuk ka raca të tjera jo humanoide? Që këto qenie të manipulojnë hapësirën përreth nesh, është e nevojshme që të kenë dispozicion edhe trurin ton, kokën, sytë që të gjenden në hapësirë, këmbët për lëvizje dhe natyrisht duart me gishta. Gishtat janë shumë të rëndësishëm dhe nëpërmjet tyre manipulojmë sende në hapësirë, duke krijuar kombinime të ndryshme që qenet jashtëtoksore, me gjithë inteligjencën e tyre, nuk mund t'i krijojnë. Nga pikpamja biologjike, nuk është rastishme që pjesa më e madhe e racave inteligjente janë humanoid me përjashtime të vogla. Në manualin Planeti Blu ndodhen edhe lloje të tjera të ndryshme që nuk kanë lidhje me humanoidët për të cilën folën. Ky grupim në libër quhet ultraterrestrial, me kod Ultron. Ky informacion në libër ka ardhur si rezultat me kontaktet me gridën nordike dhe nga të dhënat e disjeve të rrëzuara. Këto lloje jashtëtoksorësh janë zhvilluar nëpërmjet të ashtu quajturve kvazari. Kvazarët janë një nga objektet më misterioze në astronomi që janë parë si yje, por që nuk janë yje nga që kanë një burim të madh energjie dhe shkëlqim të madh. Gjithashtu emitojnë radioval. Kjo është edhe arsyeja që quhen kvazar, që do të thotë kuazi, objekt yjor, pothuajse objekt yjor. Këto objekte emitojnë një sasi jashtëzakonisht të madhe energjie në raport me emetimin e gjithë galaksisë. Në thelb janë vrimat të zeza që kollaborojnë një sasi të madhe materie përreth dhe që nuk lejon që në ata ambient të zhvillohet jetë biologjike. Por sipas manualit, aty mund zhvillohen qenie inteligjente të përbëra nga energji e pastër, energji mentale. Këto qenie nuk janë humanoid si ne, por energji që manifestohet në forma komplekse të krijimit mental. Sipas manualit, këto qenie zhvillohen sipas të ashtuquajturës reakcion monoelektrik. Reakcione këto që bëhen më komplekse duke krijuar një civilizim kolektiv nga individ energjetik që janë në kohezion midis tyre, por që nuk kanë mendjet e tyre. Nuk kanë mendje, por funksionojnë me një vetdije kolektive. Këta e perceptojnë botën rreth tyre si energji elektromagnetike që mund të zbulohet. Jeta e tyre, apo ta quajmë aura, është spektri më i fuqishëm ultraviolet. Gjenden në hapësirat e universit, por në dimensione të tjera dhe lëvizin si dritë në spektrin elektromagnetik dhe në pamje të ndryshme. Në manual, lëvizja e tyre krahasohet me lëvizjen natën të lakurijve të natës. Janë indiferent ka shi format të tjera të jetës. Këto qenie, organizma si yni nuk janë në gjendje të zbulojnë dhe të kuptojnë se ekzistojnë. Pra ekzistojnë qenie jo humanoide të përbërë nga energji mentale e pastër. Kemi edhe një lloj tjetër jete jo humanoide që quhet XZ. Nuk kemi shumë të dhëna për këtë racë, por janë si ameba, apo si një lloj meduze dhe nuk dihet origjina e saj. Shpesh faqet tek filmat e Hollywoodit. Kemi edhe disa lloje humanoide më pak të njohura, të quajtur muk, krijesa të vogla, me gjatësinë 130 cm,
me trupin me qime dhe fytyrë si sqep. Kanë duar të gjata dhe kanë nga 3 gishta në duar dhe këmbë. Mbajnë gjithmonë veshur disa veshje si uniforma, me shenja të saktuara dhe në përgjithësi janë misterios. Kemi pastaj qenit që quhen vadik, me një pamje si primitiv toksor, por në thellë nuk janë fare primitiv. Qarkullojnë lakuriq dhe janë trup mëdhenj. Në zhargonin popullor quhen këmbëmdhenj. Kemi pastaj racën insektoide, një racë inteligjente e zhvilluar që ngjajnë me insekte. Kjo racë ka 2 nëndarje, pronarët dhe shërbëtorët. Të parët janë inteligjent dhe merren me drejtimin e punëve, kurse të dytët janë zgjatimi të parëve dhe merren me punë të rëndomta. Meshkujt janë 160 cm të gjatë, kurse femrat deri në 120. Shërbëtorët janë gjithmonë 1 metër të gjatë pavarësisht seksit. Pronarët pesojnë nga 40 deri në 70 kg, kurse punëtorët janë standard 35 kg. Temperatura trupore e tyre është gjithmonë 39 gradë Celsius. Meshkujt rronë 130 vjeç me tonat, kurse femrat 150 vjeç. Pavarësisht se sytë e tyre nuk i shikojnë ngjyrat, siç i shikojnë ne njerëzit, shikimi i tyre plotësohet me ndihmën e antenave, të cilat mbledhin valë të ndryshme si ato audio, ashtu dhe vizuale. Kështu që këto qenie kanë një sistem audiovizual kompleks, si dhe një gamë frekuencash që ne njerëzit nuk i perceptojmë dot. Si rezultat i këtyre 4 sensorëve audiovizual të pavarur për mbledhjen e të dhënave, pra 2 sy dhe 2 antena, ka një pamje 360 gradë. Kjo racë përmendet tek filmat e animuar japonez. Me gjithë përpjekjet e mëdha për sensibilizimin e popullsisë për ekzistencën e këtyre racave, qofse do ta ndiqte përpara një qenie të tillë, natyrisht do të përmireshim nga frika. Por për këtë do të flasin në emision më vete. Në manual sqarohen edhe shumë tema të tjera si rrathat në grur, qeniet që vijnë nga e ardhmja, dimensionet e shumta të ekzistencës, botët paralele e kështu me radhë. Sot do të flasim shkurtimisht për historinë tonë dhe ky manual e përmend edhe këtë. Në manual flitet edhe për uniterrestrialet, 7 raca jashtëtoksore origjinale që erdhën në tokë dhe filluan një rrjedhje ngjarjeve që do të kulmonte me krijimin e njeriu. Këto 7 raca quheshin: raca e bardhë ose alter, raca e zezë apo kizan kalat, raca e verdhë apo titakai tikopai, raca blu apo kasimar, raca e shile apo koshui, kotam, raca e kuqe apo askdar, raca e artë, Kaspania San Pegan. Qëllimi i këtyre 7 racave që kolonizimi i planetit të tretë, Terra, në sistemin Sol, në galaksin Nerandabaj. Nerandabaj është natyrisht rruga e qumshtit, Soli është dielli dhe Terra natyrisht që është toka. Statusi i misionit, jashtë kontrollit. Kërkimet gjenetike sollën prodhimin e dinosaurëve dhe sisarëve të ndryshëm më vonë. Pastaj ndodhi kriza në diell, e cila solli nga ana e saj mbarimin e misionit të tyre. Ata që mbijetuan, pësuan probleme mentale dhe psiqike. Erdhi në mënyrë të pashmangshme edhe konflikti midis racave të mbijetuarve dhe shkatrimi i planetit pa jeton dhe krijimi i brezit të asteroidëve që njohim sot. Disa nga të mbijetuarit krijuan civilizimet e para në tokë, të quajtur Lemuria dhe Atlantida. Pastaj kemi ardhjen e grive dhe të racës nordike, fakte këto që janë gjetur në karta me skica të disqeve të rrëzuar dhe të cilat janë në gjuhën origjinale. Raca e bardhë që përgjese për organizimin e planetit, raca e verdhë që përgjese për teknologjinë, raca e kuqe që përgjese për projektet e ruajtjes së ambientit, raca blu që përgjese për oqeanografinë, raca e zezë që përgjese për ndërtimin e këtyre projekteve, raca e shile që përgjese për gjeologjinë dhe speleologjinë, kërkimet në nën tokë. Më vonë kjo solli dhe ndërhyrjen gjenetike tek njerëzit primitiv. Ky manual nuk përmend racën me emrin Anunnaki, por me shumë gjasa kjo racë mund të jetë një nga racat që përmendet në manual, sepse emri Anunnaki është një emër i ri vetëm 5000 vjeçar, që me shumë gjasa e kanë përdorur vetëm sumerianët. Kjo ndërhyrje
dhe racat e ndryshme që ndodhen në tokë mund shpjegojnë më së miri me këtë teori të ndërhyjes së 7 racave të ndryshme për krijimin e racës Homo sapiensi. Pra, çdo ras jeton sot në tokë është si rrjedhore ndërhyjes së 7 racave të ndryshme gjatë procesit të inxhinierisë gjenetike për prodhimin e Homo sapiensit. Janë këto raca që krijuan njeriun sipas pamjes së tyre, siç thot Bibla. Manueli Planeti Blu fatkeqësisht nuk flet me detaje, por sekreti i gjithë kësaj historie qëndron pikërisht te gjaku, dhe për këtë do të flasim një herë tjetër. Pra pak a shumë kemi marrë një dozë të së vërtetës për ekzistencën në këtë planet, jo vetëm të racës sonë, siç na ka mësuar sistemi arsimor. Po tashmë dimë se bashkë me ne në këtë planet kanë ndajnë dhe raca reptile që jetojnë në tokë, e cilën në fakt është dhe raca autoktone në tokë, si dhe raca të tjera që jetojnë këtu, ose që vinë e ikin sipas nevojës, duke kryer hulumtimet e tyre. Ne duhet të hapim sytë dhe të kuptojnë se nuk kemi produkti i teorisë idiote apo mashtruese të Darwinit, një lake ky elitës, por jemi klonimi një race apo disa racave jashtëtoksore. Raca të cilat nuk janë larguar asnjëherë nga ky planet, por kanë komanduar prapa perdes nëpërmjet linjave të gjakut, duke zënë fill nga Sumeria e lashtë, Babilonia, Egjipti, Greqia e Roma, e duke ardhur deri në ditët tona. Është pikërisht kjo linjë gjaku që nëpërmjet fisnikërisë së zezë, familjeve aristokratike, kishës katolike të Romës, si dhe gjithë kulteve të ndryshme fetare, vazhdojnë të kontrollojnë botën. Të dashur ndjekës, në botë ka vetëm 2 ndarje. 1% e popullsisë që zotëron 99% të pasurive botërore dhe ne pjesa tjetër që luftojnë për ditë për mbijetesë. Ky 1% i përket asaj quhet Illuminati, elita, masonët e kështu me radhë, etiketa mbi një bluzë. Ky 1% falet tek racat jashtëtoksore dhe duan që të qëndrojnë në pushtet me çdo kusht, duke shkelur ligjet e universit. Diçka do të ndodhë shumë shpejt, sepse ne jemi lajmëruar nga forca që qëndrojnë mbi racat aliene që na komandojnë. Bëhuni durueshëm, regjistrohuni dhe deri tek emisioni i radhës, mirupafshim.